Ju përshëndes gjithëve, ndodhem në Tapiz, një nga fshatrat më të mëdhej, jo vetëm njësisë administrative Nikël, por edhe të bashkisë Krujë tërësi. Kam ardhur këtu si pasojë një problematike që kanë me rrugën. Atje është rruga mobilerive, që nga atje dhe në pjesën fundore të kësaj rruge është totalisht e pashtruar, nuk është vënë dorë fare. Por problemi më i madh i këtij fshati dhe i këtyre banorëve është një shqetësim për sa i përket ujrave të zeza. Kjo vijë ujë që kalon këtu janë pikërisht ujërat e zeza dhe ajo që shikoni atje dhe janë në prezente gjatë gjithë rrugës. Nuk ka kanalizime dhe ujërat e zeza janë një burim epidemie për gjithë banorët. Një problem tjetër që ka kjo zonë, e cila ka mbetur informale si pasojë ideve të qeverisë, është pikërisht energjia elektrike. Banorët më thonë që 3-4 herë në ditë ikin dritat pa arsye dhe qëndrojnë blackout. Është shumë e çuditshme kur kemi parasysh që nuk është se ka ndonjë problem me rrjetin. Është një fshat i cili ka shumë banor, por nga ana tjetër s'ka drita.